A ka rast në pacient, doktor Afrim, që mund t'i nënshtrohet për problemeve të shumta që ka, disa llojeve të laserit? Po, patjetër që është. Nëse është bërë katarakt, është me diabet, mund t'i bëhet domethënë jak laser në njëjtën kohë, sepse në njëjtën kohë unë nuk kam mundësi me bëhet laser fotokoagullimin nëse nuk e pastroj ma përpara me laserin fotodisruptiv. Po, kështu që e bëj spori atë, pastaj vazhdoj me laserin tjetër. Por jo mbrana ditës. Jo, zakonisht nuk e praktikoj mbrana ditës. Pacienti ka diskomfortin pak, ndikja jo efekti dritës realisht, kështu që nuk e praktikojmë dyat me njëherë. Po, në të gjitha këto lasere që shpjegove, ishte e veçantë fakti që ata nuk shkojnë gjonë pacientët. Janë të zgjut, kanë një anestetik lokal. Në asnjë lloj lasere që... me bashkëpunu me mjekun, apo thjesht s'ka nevojë, se s'ka dhimbje. E para s'ka nevojë, po na vjen ndonjëherë me bashkëpunu. Se na ju them pastaj shiko lart ose poshtë. Plus transperkoj ose largimi i syzave nuk ka mundësi të bëhet me zënë të përgjithshëm. Se duhet një bashkëpunim i pacientit realisht. A bashkëpunojnë? Nga sfiduese me pas pajisje që po të punojnë të drita? Jo, shef, kjo është e mira. Kjo është ajo që punon ajo teknologjia, ndërmjet teknologjisë ose ajo realisht. Tash ky laser i ri që e kemi realisht për largimin e dioptrisë është edhe përpara laseret i kanë pas këtë mundësi realisht, por gjithmonë ato është ajo rritja e efikasitetit ose rritja e precizitetit është rrit realisht. Pse themi kështu? Se pacienti mund të thotë, po ne më bëmë livrit, e mirë që laseri ndalet. Okay. Nuk vazhdon. E kthejmë, vazhdon që ty ku ka mbet. Ki ide ndonë, trajtimi domethënë është... Si insekti... Po, lëvizjet më mëdha të kokës, sepse lëvizjet e vogla pacienti laseri përcjell krejt. Domethënë kështu që domethënë na përpara bëhet ai skenimi i syrit nga laseri, dhe pse lëviz kështu s'ka lidhje. Se laseri e përcjell në çdo kohë, domethënë në çdo lëvizje edhe bën laserin aty ku është dhënë programi për me bë. Po largu nga çësja diçka ndalet, nuk vazhdon. Po. Atë s'mund ndodhin gabime. Që për arsye po them aty realisht s'ka mundësi me ndodh gabim. Se po largu diçka nga fusha, laseri ndalet. Nuk vazhdon, që me bën ai dëm diçka të syni dikon tjetër. Te kjo e hek komplet atë, se tash kur është keq kuptimi më i madh, kjo është keq kuptim tjetër që pacientët thonë ku guxojnë me nejt. Edhe është ideja se kur të futesh në aparatin pak është një farë, çka bëhet, duket si një farë hapësire. Ama zgjatin shkurt se cila prej maksimumi sa është? Domethënë realisht po punë vetëm efekti laserit është punë sekondash. Punë sekondash, domethënë. Na më shumë vonohemi gjatë kohës sa pastrojmë syrin, bëjmë përgatitjen, mënyrëshe efekti veprimi i laserit është punë sekondash. Bashkë çfarë dioptri e ka. Po gjithë ata kur e kryejnë thonë, që këshna tut pa hava. Shumë palidhe të këshna tut se s'ka qenë kur gjë. Ju letohet komplet jeta dhe çdo gjë tjetër. Shumë mirë që i përmendëm të gjitha llojet e lasereve, sepse unë shumë shpesh tendencën e pyetjeve të shikuesve kam pas laserin për me hek syze. Domethënë kanë menduar që laseri është shumica veç me dioptrin, por ja që laseret janë të ndryshme dhe kanë multifunksione në smundje edhe trajtime të smundjeve të ndryshme. Ne kam ndihmuar shumë, se neve si doktor. Po, e ka lecu. Ne ka lecu punën dhe pacientit ndihmës për pacientin spari pastaj për neve.